وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وبعد يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله زداشر إن شاء الله fillojmë këtë ders do të flasim në kërkesën e vllazniva se çka i bën dobi të vdekurit prej gjallëve, çfarë punë i bën dobi të vdekurit prej gjallëve. Pasi që ishme të lexuar nga libra që e filluam shpjegimin e 10 pikave të cilat bën me dash Allahu subhanahu wa taala, edhe i kalum 3 ishte në rand lexohet pika e 4, mirë po ato do ta shtim për më vonë pasi që vllazët kishin këtë kërkesë. Para se me fillua rrëthi e pikave se çka i bën dobi të vdekurit, pasi që flasim për vdekjen, këshilloj juve edhe veten që të kemi frikë prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot në jetën se lexuam surat al-Baqara, wattaqu yawman, keni frikë nga një ditë në të cilën do të ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala. Ku yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pastaj takon çdo njonit ajo çka ka punuar. Wa hum la yudlamun. Edhe të zbon pa drejt, aty se bën pa drejt. Ka puni për devotshmëri, për takullahun, ndërsa ajo takullahun është tanash gjuna i madh apo i vogël, mëkat i madh apo i vogël, duhet ta lën anës, duhet me lën anësh. Kjo është takullahu, ka thënë një poet, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa taqwa. Lej gjunahet e mdoja apo të vogla, kjo është takullahu. Fasna kamashin fawqa al-ardi shawki yahdharu ma yara. Dhe prasu kur ai person i cili hec me një tokë e cila është e mbushur me therra, edhe ka kujdes për aty therra dhe ta zonë edhe nëse ato therra janë të vogla. La tahqiranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa. Mos e pashtroni atë voglën nga se kodra është e bërë me prej gurëve të vogël. Mund të dikush është e vogël, gjuna i vogël është mi pa e vogla rritet pastaj bëhet e madhe, sikur që bëhet kodra prej gurëve të vogël, po në fund është kodër. Prandaj do të më kap tek sajna, takullahu është ajo e cila shpëton ditën kur delsh para Allahu subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Nuk bën dobi atë as fëmia, as pasuria, përveç se kush vjen me zemër të shëndosh para Allahu subhanahu wa taala me besim edhe punë të mira. Kjo është ajo e cila shpëton. Prandaj ka thënë poet, "Waladatka ummuka ya ibn Adam baqiya, wan-nasu hawlaka yadhhakuna surura." Ka lind o biri Ademit nana, ndërsa ti qajsha, edhe njerëzit rraftie çeshin prej gëzimit. Fastahid li nafsika an takuna idha bakaw. Mundoho për tash, punon këtë jetë sa je gjallë, ti që ti jesh në ditën kur ti do të vdesësh, ti yawmi mautika dahikan masrura. Ditën kur ti do të vdesësh, ato të jetë do të çajnë, ndërsa ti të keshish në atë kohë. Për shkak të tjetë e kundërta asaj, mos ndodh me muslimanin të dyjat kur ka lind me kajt, edhe kur të vdes prap me kajt. Njeriu i cili ka punuar punë të mira dhe shkap në takullahun, kur t'i vjen vdekja, ka qef që të vdes edhe takohet me Allahun subhanahu wa taala, për çka është ai gëzuar. Këtë qëllim e ka poeti, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Kush e urrejn takimin me Allahun subhanahu wa taala, edhe Allahu e urrejn takimin me ata.
ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه kush dëshiron mu taku me Allahun, Allahu e don takimin me ata. Nuk e ka për qëllim, për shkak se njerëzit e urrejnë vdekjen. Mirë, po nuk po flet hadithi për këtë kanë thonë ulemat, po flet për momentin e vdekjes, se këtu edhe i miri edhe i keqi mund ta urrejnë vdekjen. Mirë, po kur ti vjen vdekja, edhe shef veten se s'u vdek, nuk personi i mirë nuk e urrejnë vdekjen. Në atë moment ka çet mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka çet kthehet në dunjë. Ndërsa personi i cili nuk është i mirë don të kthehet prapë edhe në momentin kur vdes. Për atë po do të thojeti kur të ka një tjetër ti çeshish në atë moment. Pastaj kjo çka do të flasim na, është mirë për të thënë Allah subhanahu wa taala ka thënë kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tu aty lajmëroj se çdo njerëzit punojnë punë të humbura, punë të cilat kanë dobi. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Këta janë njerëzit më të humbur, cilët ju ka humbu puna qysh në dunjat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ndërsa ato mendojnë se janë të punu punë të mira. Ato qysh këtu i ka humbu puna, ato mendojnë se janë të punu punë të mira. Këta janë punë më të humbura, cilët i ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Prandaj çdo gjë duhet mirë nga libri i Allahu subhanahu wa taala, edhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe i vdekuri pasi se des ka dobi për të njerëzve, kanë thënë disa se nuk ka dobi kur gjë për të vdekuri, i vdekuri për të njerëzve s'ka dobi kur gjë, ndërsa disa çish po veprohet sot i bën çdo gjë mendojnë se për çdo gjë ka dobi i vdekuri, ndërsa ajo çka themi na se i vdekuri ka dobi për gjallet, vetëm se në disa pika të cilat kanë ardhur në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pyetja parashtrohet, a ka dobi njeriu i vdekur për gjallit? A ka dobi? Na do të lexojmë disa hadithe, mirë po shpjegimin e hadithit do të vazhdon pikë për pikë më vonë. Ndërsa këto di hadithe çka do t'i përmendim vetëm si delil, si argument se njeriu ka dobi për gjallit, njeriu i vdekur ka dobi për gjallit. Hadithi par për Abi Qatada radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. ما mira punë që në lën njeriu pas vetes, pasi se të vdes, janë tre gjëra. Waladun salihun yad'u lahu. Nëse la një djalë salih, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri devotshëm, një fëmijë devotshëm bën dua për prindërin e tij. Wa sadaqatun tajri yablughu ajruha. Apo kalon një sadak rrjedhse, një sadak rrjedhse e cila pasi që të vdes personi, njerëzit e shfrytëzojnë ata, atina i shkojnë shpërblimi për atë punë. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'di. Apo kalon një dituri pas vete, edhe njerëzit punojnë me ata, ju ban dobi, do të thotë dituri e dobishme. Akhrajahu Ibn Majah wa Ibn Hibban. Hadithi dit po ashtu transmeton Abu Qatada prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam أنه قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. Prej punëve të cilat e pasojnë besimtarin pas vdekjes së tij, edhe prej mirave të tij, është diturin ilman allamahu wa nashara. Diturin të cilën ja ka mësuar tjerëve edhe e ka shpërndar atë që ka mësuar. Aw waladan salihan taraka, apo nëse ka lënë një fëmijë devotshëm pas vete, aw mushafan warrathahu, apo kalon një Kur'an, një mushaf, edhe njerëzit e shfrytëzojnë, e ka trashëguar, ja kalon njerëzve trashëgimi dikujt përmbas. Au masjidan banahu, apo ka ndërtuar një xhami, au beitan banahu li ibn sabil, apo ka ndërtuar një shtëpi për njerëzit që mesin rrugë edhe shfrytëzojnë. Au nahran ajrahu, apo ka bën një lum që njerëzit shfrytëzojnë atë lumin e ka rregulluar. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, apo e ka dhënë një sadak kur ka qenë ai gjallë nga pasuria e tij, kur ka qenë ai shëndosh edhe gjallë, telhaquhu min ba'di mauti. Të tjera këta që savapi i këtyre gjona që i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këta e pasojnë ata edhe pas vdekjes. Sa të janë ata, ai ka prej asajna problem. Transmeton prap Ibn Majah بإسناد حسن من زنجير مير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأبو هريرة سنتوى الدرغوري صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. كرد داس نريو يندرفريت بوناتي إلا من ثلاثة أشياء فرغس سنة رجانا إلا من صدقة جارية përveç një sadak rrjedhse e cila vazhdon pas vdekjes atij shfrytëzohet, apo ilmin yuntafa'u bih, apo ditëri për të cilët kanë dobi njerëzit për asaj,
au waladin salihin, apo ka lënë një fëmijë të devotshëm, bën dua për atë yad'u lahu. Pra Imam Nawawiu rreth hadithi se kjo tregon se njeriu të ndalet puna e tij pas vdekjes, përveç këtë që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hadithe që i përmendëm. Do të thotë, nuk ju përtrihet puna e tij përveç se çka që i përmendëm. Pastaj tregon hadithi se njeriu do të më kërkua, me shfrytëzua, me mësua abituri që kanë shme dobishme. Për shkak se pejgamberi po thotë dituri e dobishme. Do të thotë, do të më mundu me gjithë ajo që kanë shme dobishme, me ata të mirë është më shumë, ti e shpërndash njerëzve, kështu që të kenë dobi, të kesh dobi pas vdekjes nga ajo. Edhe ka thënë pejgamberi se waladin salih, e ka përcaktuar, ka thënë njeri ka lënë një fëmijë mbas devotshëm. Do të thotë se duaja e atij fëmiu që ka lënë mbas atina, e që nuk është i devotshëm, nuk shkon tek personi i cili ka vdek, nuk ka dobi prej asaj. Thot Abul Wafa ibn Aqil, përgjigja është rreth kësajna, sepse ky njeriu është puna e tij, kjo që e ka lënë pas shpinën nuk prej jashtë ndoshta dikush e shef se nuk është punë e tij. Mirë po thot, njeriu me punën e tij, me sjelljen e tij ka përfituar shok, pastaj ka martuar, ka pas fëmijë, e këtë këta në fond del se është puna e tij. Do të thotë, në ato punë të cilat ka qenë të shkak në këtë botë, e këto që i ka përmendur pejgamberi sa tregojnë se personi i cili ka vdek ka qenë shkak në ato punë, për atë ka pjesë në shpërblimin e atyre punëve. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajulu, ma mirë ushqim që ka hëngur njëri është ajo që ka marrë prej fitimit vet, min kasbihi, wa inna waladahu min kasbihi. Edhe fëmia e tij është prej fitimit të tij. Do të thotë, nëse fëmiu i tij përfiton diçka, llogaritë cukrajt me hëngur prej dorës atë shkaku, që fëmiu është pjesë e atij. Kështu që edhe në punën e atij fëmiu të ka dobi për shkak se është fitimi i tij. Rrethina flasin disa ajete rrethana, për shembull ajeti wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nuk i takon njeriu përveç sa ajo që ka punuar. Disa bojnë argument me këtë se do të thotë njeriu nuk i takon kurrë pas kësajna. Nuk i kurrë pasi që të vdes personi nuk i takon kurrë. Mirë po, këtu kanë folur ulemat, mufassirat, komentatorët e Kuranit se çka ka qëllimin ajeti. Dhe se ajeti nuk ka për qëllim sa nuk ka dobi për gjallëve. Mirë po ka për qëllim se njeriu smunët me bartën gabimet e tjerëve në ahiret. Do të thotë Allahu subhanahu wa taala nuk lejon që dikush mi bëj gjëna të dikujt tjetër. Do të thotë për çfarë ka thënë Allamat al-Alusi fi tafsiri, një komentator i Kuranit thotë: "Ej, ma stafahu min a'mali salihah wa tarih", njeriu të takon ajo, ka për qëllim ajeti, çka e ka lënë prej punëve të mira që i ka bëu më herët, edhe ato që i ka lënë në bazë, qofshin të mira apo të këqija. Do të thonë gjurmët e punëve të mira që i ka lënë apo të këqija, ato i takojnë shpërblimi i saj. Nëse ka bëu mirë, edhe ka lënë gjurmë për asaj pune, ajo vazhdon ajo punë mirë pas vdekjes së tij, ti e merr prej asaj, ka problem për ata. E nëse ka lënë punë të këqija, prej asaj ka, se që i ka prahu për shembull ka dhënë sukur është libra, ka shkruaj diçka, apo ka lënë ndonjë sadaka, apo ka lënë ndonjë shtëpi, apo diçka, në rasti pas vdekjes së atina, çka është problemi për këtë? E njëjta vazhdon, sukur disa njerëz të cilët kanë vënë ligje zullumit, kanë bërë njerëzve zullum, kanë shni zullumin midis njerëzve, keq kanë bërë këtë, edhe kjo sot vazhdon e zullumin mesin e njerëzve, ai ka qenë shkak për ata, i shkojnë këqija të atina pas vdekjes. Dërsa thot Muhammed al-Amin al-Shinkiti fi tafsiri Adwal al-Bayan, thot ajeti wa an laysa lil insani illa ma sa'a, nuk i takon njeriu përveç sa ajo që ka punuar. Ki ajatat nuk flet se njeriu nuk ka për qëllim, as nuk jep shenjë se ato folën se a ka dobi njeriu vdekur për gjallët apo s'ka. Këtu nuk po flet ajeti. Po ajeti ka për qëllim se njeriu nuk i takon me me marrën gjunahet e dikujt tjetër. Do të thotë në ahiret Allahu subhanahu wa taala nuk e lejon që t'ju jepet dikush ti bën gabimet e tjetër kujna. Ndërsa a ka njeriu dobi prej gjallit, njeriu vdekur, thot shpjegon ajeti walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay. Kjo ajet ka thënë se njeriu vdekur ka prej gjallëve dobi. Çish ashtu? Ka thënë Allah ato të cilët kanë besuar e pastaj pasardhësit e tyre e kanë pasuar të në besim bi imanin me iman, alhaqna bihim dhurriyyatahum, e na i bashkojmë ato në ahiret bashkë i bojmë, wama alatnahum min 'amalihim min shay, edhe na nuk ju paksojmë ative nga puna atyre që kanë vepruar.
Thot Ibn Kathiri në tefsirin, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, a nuk janë lajmëruar se çka kishte në fletushkat e Musës, wa Ibrahim alladhi waffa, edhe të Ibrahimit i cili kryti obligimet që e kishte obliguar Allah subhanahu wa taala, ala taziru waziratun wizra ukhra. Do të thotë në librin fletushkat aty ka pas Allahu ka thënë se askush ala taziru asnjën nuk e bën gjunahet e tjetër kujna në ahiret. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, edhe si takon njeriu përveç sa ajo që ka vepruar, wa an sa'yuhu sawfa yura, edhe se puna e tij shumë shpejt do të shihet. Thumma yuzahu al-jazaa al-awfa, e pastaj shpërblehet me atë që ka vepruar. Kat Ibn Kathir në tekst قال أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو بشيء من الذنوب فإنما عليها وزرها. Çdo njeri i cili ka bërë zullum, ka bërë gjunaha me kufër ose diçka për gjunaha, atij i takon ajo që ka punuar. La yahmilu anha ahad, as kurkush nuk i bën gabimet e të tërkujna. Kama qala ta'ala wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba. Edhe siç ka thënë Allahu në ajet tjetër, edhe sukurtiat e gjunahi shumë i vogël, edhe thirrja me ambarit dikush në ahiret, kush po mandar që gjuna me abajt, nuk e mban dikush, edhe sukur të është i afërt i atij nuk pranon me abajtën. E kama la yuhmal alayhi wizru ghayrihi, kama la yahmil alayhi wizru ghayrihi, sukur që ai nuk do t'i bën gjunat e dikujt tjetër, ashtu atij nuk do t'i abajt tjetër. Kedhalik la yahsul lahu min al-ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi, kështu pra nuk i vjen atij problem përveç se çka ka punuar edhe ka vepruar ai. قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة nga kjo ajet kanë nxjerr Imam Shafiu edhe ato të cilët e kanë pasun me dimin e tij se leximi i Kuranit la yasilu thawabuha ila al-mauta, se leximi i Kuranit shpërblimi i asaj nuk i mrrin deri te i vdekurit, لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم, për shkak se nuk është prej punës tij as prej fitimit tij, do të thotë ai nuk është kaktar për ata. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, kështu që pejgamberi sa nuk ka preferuar njerëzve umetit tij, wala hattahum alayhi wala arshadahum ilayhi bin nafs wala ima, as nuk ka dhënë ndonjë shenjë për ata, as i ka lënë ndonjë fjalë për ata, as i ka treguar për ata diçka. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقوا إليه, as që transmetohet diçka prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ato kanë vepruar këtë, edhe sikur kishte pas këta hajre diçka, edhe sikur kishte kanë kjo leju me ndinin e Allah subhanahu wa taala, ato do të ishin kanë të parë se le të kishin vepruar këta shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بين انواع الاقيسه والاراء. Ndërsa temën të cilën flasim na për ata fërësit, punt apo ibadetet të cilat afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala, në këtë temë nuk mund të flasim na me analogji edhe me mendime, por kjo patjetër do të për ta që flasim të jetë delil prej Kur'anit ose sunnetit. E pasi që s'ka ardhur Kur'ani dhe sunnet hadith për këta, atëherë do të mundon e do të vepru vetëm me atë që ka në Kur'an dhe sunnet. Fa amma ad-du'a wa sadaqa, ndërsa për duan edhe sadaqan, fadhalik majma' ala wusulihima, këtu ka ijma' se shkon duaja edhe sadaqaja, wa mansusan min ash-shari' alayhima, për shkak se kjo është me tekst me delil prej Kur'anit dhe sunnetit. Wa amma al-hadith, ndërsa hadithi rawahu Muslim fi sahih an Abi Huraira, për shkak se ka transmetuar Abu Huraira në Sahih Muslim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu idha mata al-insanu inqata 'amalu illa min thalatha, nëse vdes njeriu i ndalet puna e tij përveç në tre gjëra, waladin salihin yad'u lahu, fëmijë devotshëm bën dua për të, aw sadaqatin jariya, apo sadaqa rrjedhshme, diçka rrjedh, min ba'dihi aw ilmin yuntafa'u bih, apo dituri pas atij për të cilën nga cila ka dobi. Këto dojna se i shkojnë njerit vdekur për shkak se ka ardhur delil, ndërsa për Kur'anin nuk tojna për shkak se s'ka ardhur delil për ata. Do të thotë në këtë temë kur të flasim patjetër do të më thënë Kur'an prej delil prej Kur'anit dhe sunnetit, nuk folet me analogji apo me mendime të njerëzve. Fa hadhihi al-haqiqa min sa'i wa kaddi wa 'amali. Edhe nëse shiqojmë çto që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në dersa e më të vërtetë shpunë e atij të vdekurit, apo fitimi i atij, kema jaa bil hadith, sikur që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, ma mira që ka njeriu është prej asaj që ka fiton vet, wa inna waladahu min kasbihi, ndërsa fëmiu i tij është prej fitimit të tij. وصدقة الجارية كالوقف ونحوه من آثار عمله ووقفه, وقد قال تعالى صدقاja është njohet rrjese, është sukur vakti kur e lajnë njerëzit apo kalon ndonjë gjurmë pas vetë punë mirë, e cila vazhdon ajo pas vdekjes tij, kjo i kalon shkon tek ai sukur sadaqaja. Se Allahu ka thënë inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum,
na i ngjallëmi të vdekurit, edhe ja shkruajmë ative, ja regjistrojmë ative çka kanë punuar punë të mira, edhe gjurmë të ative që i kanë lënë pas vete. Kjo tregon se gjurmën që ka lënë njeriu i vdekur pas, domethënë Allah subhanahu wa taala ja regjistron atij qoftë mirë apo e keqe. Për ata thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyja se alla taziru waziratun wizra ukhra, se askush do t'i bën gjunahet e tjetrit, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dhe se njeriu ajeti tjetër se njeriu nuk i takon vetë sa ajo çka ka punuar, tregon thot kjo ajeti dy gjëra. E para është se Allah subhanahu wa taala nuk dënon askan për gjunahen e dikujt tjetër që ka punuar. Alla taziru waziratun wizra ukhra, ka për qëllim se Allah subhanahu wa taala nuk dënon askan për gjunahen tjetër, për gjunahen e dikujt tjetër. Ndërsa tjetra, wa laysa lil insani illa ma sa'a, edhe se njeriu nuk i takon vetëm se çka ka punuar, tregon se Allah subhanahu wa taala nuk shpoton askush përveç se me punën e tij që ka vepruar. Kështu që me ajetin e parë, ardhan ja kput shpresat atyre që ka bojnë zullum edhe gjunahe në tokë, që mos mendojnë se gjunahet e ative dikush ka mi bajtën. Ajetin e parë ja kput shpresat dikujt se do t'ja bën dikush gjunahet ati, ndërsa me ajetin e dytë ja hub shpresat atyre njerëzit të cilët mendojnë se me punë të tjera mujnë me shpëtua, me punë të huaja mujnë me shpëtu. Për çfarë ata në këtë kuptim vjen edhe ajeti tjetër thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyja, man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inma yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. E kush udhzohet për veten e tij, dhe kush humb veten e tij, edhe askush si bën gjunahet e tjetrit, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Edhe na nuk kemi nuk dënojmë askën derisa të çojmë aty pejgamber, asnjë popull derisa të çojmë aty pejgamber. Do thotë Ibn al-Qayyim al-Jawziyja se këtu nxirren katër pika. E para është an huda al-'abd bil iman wal 'amal salih, se udhëzimi i njerit është me iman edhe me punë të mira. E dyta se humbja është duke i lënë imanin, besimin edhe punë të mira. E treta se askush nuk mirret për gjunahet e dikujt tjetër. Edhe e katërta askush nuk dënohet vetëm se pasi që Allah subhanahu wa taala t'i shon atij argumentet pejgamber. Domethënë asnjë popull nuk e dënon para se t'i shon ata. Prandaj, çka është ajo më e mira që i bëhet hedije tek ju vdekurit? Më e mira pejgamberi sa afdalu sadaqati saqil ma. Sadaqaja më e mira është t'i japsh ujë dikujt me pije. Mirë po, thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyja se sipas vënit edhe kjo është më saktë. Çka është njeriu më i nevojshëm? Çfarë e bën më shumë? Nëse ka për shembull nevojë me dhon diçka ujë me dhon, ai ujët në dhën për shkak se njerëzit janë të nevojshëm për ujë. Nëse shef se njerëzit janë të nevojshëm për një shkollë, ai ndërton një shkollë, ai është më e mirë në atë moment me dhon se sa me dhon diçka tjetër. Do të thotë ajo çka është më e nevojshme në atë moment se ai është më e mirë me dhon ti për të vdekurin. E çka i bën dobi njeriu të vdekur, do të ashtin dy pjesë. Ajo çka para vdekjes aty fillon edhe deri kur të varroset, edhe pjesa tjetër masi të varroset deri në kiamet, ha. Amo apo çka i bën dobi njeriu kur ati i vjen vdekja, është përmendja shahadetit, nëse pejgamberi sa ka thënë laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Lezëja një atyre të vdekurve t'ju dhe të atyre që kanë para vdekjes tjerën la ilaha illa Allah. Pastaj ka thënë men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah inda al-maut dakhala al-janna yawma min ad-dahr. Fjala është fjala e fundit, do të thonë personit i cili thot fjalën e fundit la ilaha illa Allah para vdekja hyn xhennet një ditë prej kohës. Do thotë wa in asabahu qabla dhalik ma asaba, edhe nëse e gjen diçka e godit ata çka e godit në kiamet. Do thotë se mund të me pagu krejt ata që ka bo gjenahet, mi për një ditë ka me hinë gjennet nëse ai ka thonë në fjalën e fundit kur është dalë prej kësaj dunja fjalën la ilaha illa Allah. Prandaj kjo i bën dobi njerëzve para vdekjes, nëse njerëzit kujtohen edhe për kujtojmë ta. Ndërsa nuk ka për qëllim kur është kur jam për shembull a ditë se ti vot aty pasi që të vdes të vorrë, mi po është para vdekjes, ka për qëllim hadithin. Imam Nawawiu këtë ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj nuk është prej sunetit vetëm për kujtimin, po është që thuhet kul la ilaha illallah para vdekjes. Nëse mendon se s'ke frikë, për shembull nëse është dikush i smut para vdekjes, edhe ti mendon se nëse i thuhet la ilaha illallah, nuk ka dëm prej kësaj, se mundet me qenë njeriu jo normal atë dhe nervozohet,
edhe ashtu ngalet e veta, i ka smundjet e veta, ashtu që mundet me thonë ndonjë fjalë çka nuk i takon një muslimanit me thonë prej nervoz atë diçka. E nëse ti je sigurt se se fakta, thuaj, mos prit vetëm për kujtim me thonë la ilaha illallah, po thuaj la ilaha illallah, lejohet kjo. Për shkak se pejgamberi sa më ka vizituar njërin, edhe i ka thonë atina thuaj la ilaha illallah. Ka thonë pra mirë është për mua me thonë të khairun li an aqula la ilaha illallah. Ma mirë për mua pra kana me thonë la ilaha illallah. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naam, po është më mirë për ti thuaj la ilaha illallah, edhe ka thonë këtë. Pastaj është për sunetit që mos ju bëhet shumë atij që përsëritet. Nëse shefni se i bandam atij e mundon ajo, po asa ka nevojë ngadal i thua la ilaha illallah, e përkujton edhe i thua la ilaha illallah, e përkujton që thot nëse ka mundësi me thonë ai atë. E nëse thot pastaj nuk ka nevojë mja përsërit, nëse thot la ilaha illallah nuk ka nevojë mja përsërit, vetëm nëse ai flet pas asaj. Pasi që thot la ilaha illallah flet prap, mundohet prap me ja përsërit atij që të jetë fjala e fundit që ka thënë pejgamberi kur ta dërzon ai shpirtin thot kjo la ilaha illallah, inshallah kjo i ban dobi. Edhe kjo që thot Ibn al-Arabi rahimahullah se kehen në ajetin wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, edhe përkujtoi besimtarët se përkujtesa i ban dobi besimtarë. Pas asajna kur zdes personi është i mbyllur sit atij edhe nuk flitet fjalë këqija përveç se fjalë mira dua, kjo i bën dobi atina. Do thotë njeriu vdes, i mbyllën sit atij, edhe pastaj është mirë që flitet fjalë mira për ata, edhe dëbon dua për ata, kjo i bën dobi atij. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën transmeton Ummu Salama radhiyallahu anha, قال دخل رسول الله على ابي سلمة. Thotë kjo ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Abi Salama burri i saj kishte vdekur. وقد شق بصره, ndërsa syti kishin mbet hapur. فأغمضه ثم قال, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mbyll Abi Salama syt, e tha inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Ka thënë kur shpirti nxirret prej trupit, syni e ndjek ka shkon. فضج الناس من آله. Ashtu kur ndëgjuan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto, filluan me bë zhurm njerëzit aty çka ishin. Qala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos lutuni për veten vetëm se duaja të mira bëni. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Për shkak se melekt janë thonë amin kur bani dua diçka thonë amin për atë çka thoni ju. Do të thotë nëse bani ju dua diçka për keq, melekt thonë në atë moment janë prezant edhe thonë o Zot pranoj duajin. E nëse bën dua mirë, thot o Zot pranoj duan. Do thotë në këtë raste i bën njeriu të vdekur në ato momente, i bën dobi duaja, do të bësh dua për të vdekur, për shkak se melekt janë prezant edhe thonë o Zot pranoj duan e këtij çka të bën. Thumma qal, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma ighfir li Abi Salama, o Zot falja Abi Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, edhe ngritë shkallët e atina tek njerëzit të cilët kanë qenë të udhëzuar, wa khlufhu fi aqabihi fil ghabirin, edhe banu ti mbrojtës edhe mbikëqyrës i familjes këtij, fëmijëve të tij që i kanë mbas, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, na fal neve edhe këtë vdekun o Zoti i botrave, wa aslahu fi qabri, edhe zgjeraja varrin këtij, wa nawwir lahu fihi, edhe ndriçoja varrin e këtij. Për kësaj ta Imam Nawawi se kur të vjen kur të vdes ky person, është mirë që të bëhet dua për kësaj shihet, edhe për familjen e tij, edhe për të vdekurin, edhe për veten, siç u shpjegou hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ishte edhe rezum. Pastaj është mirë për kësaj ka dobi i vdekuri nëse lajmërohen njerëzit se ai ka vdek. I lajmërojnë njerëzit edhe vinë që të rritet sa më shumë xhamat bëhet, ata se kanë sukur që ka i vdekurit dobi për kësajna, edhe njerëzit kanë dobi për asaj. Rritet, bëhen më tepër duaja, bëhen këtë për kësajna ka dobi i vdekurit. Fa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, transmetohet për Abu Huraira sot se pejgamberi sallallahu alaihi nas i ka lajmëruar njerëzit wa huwa bil Medina. Kur ka qenë në Medina, an-Najashi ashama ka lajmëruar për Najashiun i cili ka qenë kryetar i Etiopisë sotshme, Etiopisë sotshme, e ka pranuar Islamin e pastaj është nis për në tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka vdekur në rrugë. Fil yawmi alladhi mata fihi, në ditë që ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lajmëruar njerëzit në Medinë se ai ka vdekur. Qal inna akhakum lakum qad mat, një vëlla juaj i ka vdekur. Wa fi riwayatin mata al-yawma 'abdun salih, ndërsa në një transmetim tjetër sot ka vdekur një rob i devotshëm. Bi ghairi ardikum, jon tokën e juve. Faqumu fasallu alayhi, çohi edhe faljani xhenazën. Qalu man huwa, fan kush është ai i dërguari i Allahut? Qala an-Najashi, tash Najashi.
Wa qala istaghfiru li akhikum, pastaj tha pejgamberi kërkoni falje për atë vllajën e juve, kërkoni për Allahun falje për vllajën e juve. Qala fa kharaja bihim ila al-musalla, pastaj ka dal pejgamberi sa me shokët e tij në musalla. وفي رواية البقيع عند تسمي ترسمتن تيتن البقيع ورة بقيع ثم تقدم فصف خلفه فسيقدر بيغمبري بربارا إذا تنبسطي كان بصفت صفين كان بود دي صف من الرد قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت إن بور ريشتا مساطينا السكر rreshtohemi kur është një njeri vdekur edhe qesin para, ndërsa këto në xhashiu s'ka qenë prezant. Ai ka vdekur në rrugë, mirë po pejgamberi ka falë xhenazën këto, edhe ka thënë sukur me pas xhenazën përpara, na ashtu u rreshtuam edhe fillu me fal namazën. Wa sallayna alayhi kama yusalla ala al-mayyit. Edhe kena falën sukur që falet një njeri të vdekur. Wa ma tahsabu al-janazata illa mawdu'atan bayna yadayhi. Edhe nuk mundesh me llogarit vetëm se sukur me qenë xhenaza parasive, atë shumë kena atë shumë në atë mënyrë që kena falë, kishte menduar se xhenaza ka qenë përpara, ndërsa xhenaza s'ka qenë. Qala fa amana wa salla alayhi. Kështu që pejgamberi dol para neve në imam, wa salla alayhi edhe fali namazin e xhenazës, wa kabbara alayhi 4 takbirat, edhe mor 4 takbira namazin e xhenazës. Ata transmetojnë një grup i madh të shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë hadith. Ka transmeton Bukhariu edhe Muslimi edhe Abu Dawudi edhe Nasa'iu. Edhe kjo tregon se nëse një person ka vdek me një vend edhe s'ka kush m'ia fal namazin e xhenazës, lejohet me falë namazin e xhenazës të atij personi që nuk ekziston. Nuk e ke këto, ka vdek e di se s'ka kush m'ia fal xhenazën, ja falin muslimanët edhe pse nuk është aty ai personi, edhe kjo është mendim Ibn Qayyim al-Jawziyes edhe Ibn Taymiyes. Pastaj ajo që i bën dobi të vdekurit është që mos me vajtu ata, mos me kajt me ata me zatnan. E këtë kjo i bën dobi të vdekurit. Thot Imam Nawawiu, ato njerëzit mendojnë se janë të bëjnë punë të mira, edhe fillojnë mi numëru të mirat atij personit, duke menduar se janë të bëjnë punë të mira, ndërsa thonë dinën e Allahut janë të këqija, edhe ai dënohet për këtë. Pastaj a dënohet i vdekuri për atë që ka bojnë jashtë njerëzit, do të thotë për vajtimin edhe për çajtmen e asaj. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, man niha alayhi yu'adhabu bima niha alayhi yawm al-qiyamah. Ka thonë kujt zhvajtohet pasi që dërs, e vajtojnë familja e tij dhe veçojnë me zotnal për ata, ai dënohet në çata që kanë përmend ato. Edhe ka thonë hadith tjetër, innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi. I vdekuri dënohet për çajtmen e familjes tij që kanë kajt me ata, do të thonë një çajtme e cila është të pric edhe me zatnal. Edhe hadith tjetër, el mejjitu yu'adhabu fi qabri bima niha alayhi. I vdekuri dënohet në varrin e tij për ata çka i është bë vajtimi atina pasi që ka vdek. Rrësojna ka spjegu djetar që ka kuptimin për shkak se na që lexuam ajetin wala taziru waziratun wizra ukhra, se asnjënit nuk i takon ta bën gjunohin e tjetrit. Atëherë çish mundet i vdekti mu dënua për shkak se ka bë dikush vajtim. Kjo do të thotë se ai përbëj ka gjunohin e tjerëve. Jo, ka dy kuptime. E para ka thonë lemat, nëse ai person, ka lënë vasijet, sikur e kanë pas tradit përpara, e kanë lënë këshill mbas që kur të vdesën e më vajtue. Në këtë rast, nëse vajtohet ky person, pasi që të vdes, ai dënohet për atë vajtimin që i është bën atij. Edhe e dyta është, nëse ai e ka ditë se në familjen e vet bëhet ajo, edhe ai nuk ka lënë këshill mas që para vdekjes, më thon njerëz familjes vet me këshillu që mos vajtohet nëse vdes, edhe ka lënë këtë këshill duke ditë se mund të ndodhë ajo në familje, edhe kjo tregon se njeriu e ka të obligueshme këtë këshill me apo familjes vet, e nëse nuk e ka bën këtë këshill, e mas që vdes është vajtuar, edhe shohet me ta me zatnal kështu, ai dënohet për këtë që ai s'ka lënë këshill gjatë jetës vet. فالإمام عبد الله بن مبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيء من ذلك الناس أي كان دالون nga kjo kur ka qenë gjatë jetës kur ka qenë gjallë e pasi që ka vdek ata nuk e kanë dëgjuar fjalën e tij se çfarë këshilli ju ka lënë edhe kanë bërë vajtimin edhe çajtën me zatnan بعد وفاته pas vdekjes së tij بعد وفاته لم يكن عليه شيء ai për këtë nuk mirret do të thotë nuk dënohet wala adab ndom bi mana al-iqab do të thotë nuk dënohet për këtë nëse ata kanë bërë faljen e tij pasi që ki ka lënë këshill. Pastaj pasi që flitet për ta, është mirë mi përmend këta, për shkak se këta më shumë çka bën janë ngrap, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton
nga pejgamberi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, transmeton Abu Musa al-Ash'ari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bari'a min as-sadiqati wal-haliqati wash-shaqqa, se pejgamberi sa ka thënë on jam larg prej asajna e cila kanë kur I vdes dikush prej familjes apo I afërt I saj, edhe e ngrit zonin nalt me kajt me të madhe do të thotë, edhe ajo e cila do të thotë se ka qenë traditë ka rap kur ka vdek dikush I kanë hek flok femra, I kanë rujt flok, edhe ajo e cila për shkak se I vdes dikush I rrun flok të veta, edhe ajo e cila duke vajtu I shkoç teshat e veta për shkak se I ka vdek ndonjë afërt I saj, edhe pejgamberi sa ka thënë prej këtyre tre on jam larg, do të thotë s'kam punë me ato, do të thotë nuk janë prej meje ato. Postu për Abdullah ibn Mas'ud thot, qala Rasulullah leysa minna man daraba al-hudud, nuk është prej neve ai I cili I mshon fytyrës vet, do të thotë vajton veten edhe I mshon fytyrës kur I vdes dikush, wa shaqqa al-juyub I shkoç teshat e saj apo ti në sajbur, wa da'a bi da'wa al-jahiliya, edhe ban dua jahiliyetet, ignorancës jo islame. Pastaj ajo që I bën dobi njeriu të vdekur është që të ngutet një ala borxhin nëse ka pas ai borxh. Edhe këtë ndoshta lihet shpesh herë mas shpinë për njerëzve, jo po këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shohim hadithe që flasin për këtë. Borxhin e tij mundet me ala ai person I cili është I familjes tij apo s'është I familjes tij, pa më pasysh nëse e jep borxhin I paguhet atij personi kryhet çështja e tij. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Shpirti I muslimanit, I besimtarit është I lidhur për borxhin e tij, nuk lirohet derisa të hipet borxhi I tij, do të lahet borxhi që ka pasur. Atë transmeton Buhariu edhe Tirmidhiu. Pasu hadithi të cilën nga Abi Qatada se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një borxhli, ka fal xhenazën, ka pas një fal xhenazën, nuk ja ka fal derisa ka dhënë borxh, me dhënë borxhin, ka thënë kush pe jap borxhin, për këtë kush pe pagun, ka thënë Abi Qatada ona, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ja ka lënë borxhin Abu Qatada, ka thënë al-ana barudat alayhi jildatu, tash është ftoft atij është fadit likura atij. E transmeton Hakimi edhe Bayhaqi wa Tayalusi wa Ahmad. Paso hadithe nga Sa'd ibn Atwal radiyallahu anhu thot që ana khaw mata wa taraka 300 dirham. Thot ka vdek Allahu edhe ka lënë 300 dirham pas vetën. Wa taraka iyalan, edhe ka lënë familje. فقال فأردت أن أنفقها على عياله. Dashta që këto 300 dirham mi dham për familjen e tij, mi shfrytzu familja e tij atë pasuri që kishte lënë ai pas shpinës, Allahu i tij. قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة pejgamberi صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه. Allah është I mbyllur prej me borxhin e tij. فاذهب فقضي عنه, shko edhe laja borxhin. فذهبت فقضيت عنه, shkotat edhe alajta borxhin Allah. ثم جئت فسأرضى قلت يا رسول الله, فسأرضى tash o I dërguari Allahut, قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة. I kam la gjithë borxhin që e kishte përveç 2 dinar të cilën po I kërkon një grua, mirë po ajo s'po ka delil, s'po ka dikush shahid dëshmitar se vllai ka marrë 2 dinar prej asajna. Walaysat laha bayna. Qala a'tiha fa innaha muhiqqa. Ka thënë pejgamberi se epja se ajo ka hak në atë çka të kërku. Në një rivajet tjetër innaha sadiqa, ajo është e thënë vërtetën epja. Transmeton Ibn Majah dhe Ahmedi dhe Bayhaqi في حديث السفر. رواية يتنغا سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة كي سمرة ابن جندب أباني رواية ابن ترسمدين سبيغمبير صلى الله عليه وسلم أكافال لنماز جنازة ندد. وفي رواية صلاة الصبح عند سنين ترسمدين تيتر سأكافال نماز أصابه. فلما صرف قال فاسيش يكريت نماز قال هنا من آل فلان أحد أقاد ديكوش كتو بري فاميليس فلانت. فسكت القوم سخولي فت أصني فرسان جثو تشتسون. وكان إذا ابتدأوا بشيء سكتوا. إذا كيش تترديت أشوك بيغمبيري سينستفضاك بيغمبيري ميبيد دشكا نكفلتك أصنيوني. فقال ذلك مرارا. إذا صار بسهار بيغمبيري صلى الله عليه وسلم درسمين ترسمتهم ثلاثة لا يجيبه أحد.
Tha pejgamberi 3 herë ka dikush prej familjes filanit, 3 herë asnjë su përgjigj që më thon se on apo ky është. Fa qala rajul huwa dha, tha një njeri kjo është ja Rasulullah, ka bë më shenjë se ky filani është i familjes tij. فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وشو njeri u me shpejt e ka pa tesha të shkuzhat për tokë edhe pejgamberi sa tha ma mana'aka min al-marratayn al-awlayayn çka të pengoj ti kur ti rraf të dy herë të para që ti nuk u çove nuk u lajmërove. Amma inni lam anuhu bi ismika illa li khairin, unë nuk e kam përmend emrin tan nuk vetëm për diçka për një të mirë, nuk kam thirr vetëm se për një çështje të mirë. Inna fulanan, ai filani, sa ki transmetuesi se ka për emrin, ai filani do të thotë që ka vdek prej familjes tuaj, ma'suran bidaynihi 'anil janna, është i pengu me hin xhennet prej borxhit tij që ka ka la. Fa in shi'tum fatduhu, nëse doni lajani borxhin atij filanit që ka vdek prej familjes tuaj, wa in shi'tum fa aslimuhu ila 'adhabillah, nëse doni dorëzoni dënimin e Allahut subhanahu wa taala. فلو رأيت ترسمتوسي لو رأيت أهله سكرتي كشافا فاميليا نتي ومن يتحرون أمره إذا تتصلت كيشن كويديس بربونا نتي قاموا فقضوا عنه وتشون إذا يقريتن بورجنش كيشتا هاي يفديكو ليتيوا حتى ما أحد يطلبه بشيء ديسا نكمبت أسكو شكر كيف شيء فلاني مكافاز برج كان لا جت أتاس شكافاساي ترسمتان أبو داوود النسائي والحاكم والبيهقي. فاشتو في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحابة لما حضر أحد كورندوضي لوفتا أحودت لما تفرست نضوض لوفتا أحودت كان باس دالن نيسترت لوفتا أحودت شوكتا بيغامبير ساتنباش ما بيغامبير دعاني أبي من الليل مثير ناط البضيان فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إكثانا djalit vet dhe të thonë Gjabiri Abdullah ibn Gjabir ibn Abdullah djalit i e transmeton hadithin thot edhe më tha babajan se nuk pesha vetin në nesër vetëm se prej të parëve të cilët do të mbytën luftën e Uhudit. Wa inni la atruku ba'di azzu minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk po lën dikan më të afër nga vetet mbas vdekjes time, nuk po lën askandi i cili është i afërt me mua përveç pejgamberit edhe tyje. Wa inna alayya daynan faqdi, edhe unë kam një borxh, pra loja borxhin tëm me sevdet. Wastamsi bi ikhwatika khayran, edhe sillo mirë me vllazërit e tij. Fa asbahna fa kana awwal qatil. Kur u çum nesër edhe ndodhi lufta e Uhudit, baba im ishte prej parëve të cilët i cili ra shahid. وفي هذا الصحابي الجليل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pasi që borxhi është dillojsh, borxhi i cili një person ka vdek edhe ka dash ta lënë atë borxh është munduar gjithmonë me la, s'ka mujt me ardhe të lënë asaj për shkak pasurisë tim, ka qenë ngosht shumë, mirë po asnjëherë si ka kalu nga menja që ai ta lën borxhin mos ta lën, edhe tjetri mundet që të merr borxh edhe mos mendon asnjëherë për me la. E ki person i cili s'mendon me la borxhin e tij edhe vdes, ki do të jep afton në ahiret për ta do ta paguën. Ndërsa ai i cili ka pas mendën me la borxhin e tij, mirë po si ka ardhur rasti asnjëherë me la, allan ki person përgjithë për këtë borxhin e tij do të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot, e kjo i kishte si të, nëse jemi prej atyve, ndoshta jemi prej atyve të me borxha, cilët do mendoj me la, si kemi la, afton, mirë po do të mi lanzar me la për shkak se i pari nëse i shkon kështu puna, i pari ka dash me lan pas shpina ki baba i Gjabirit, ha. Mirë po, me gjithë ata duke shkuar në luftë, edhe që ka qenë ngusht, edhe të shku luftën e Uhudit prapë se ka lanë këtë çështje pas shpina, edhe i ka këshillu djalin e tij që t'i lartë borxhin. Ndërsa hadithit të cilën përmendëm është ad-daynu daynan, borxhi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dillojsh, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh. Kush vdes edhe ka pas me niyet se ta lën borxhin e tij, unë jam përgjegjës bikëshirës i atij borxhi që ata pasaj. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, kush vdes edhe nuk ka pas niyet ta lën atë borxhin e tij, fadhaka alladhi yu'khadhu min hasanatihi, ai është për të cilët do të mirën punë të mira të cilat i ka punuar. Laysa yawma idhin dinarun wala dirham, në ditë nuk ka dinar edhe dirham.
Pastaj prej asaj që ka dobi i vdekurit është sabrit të cilën e bën njerëzit familja e tij që vdesin, familja e tij gjallë, do të thotë nëse ato bëjnë sabër edhe bëjnë dua për ta, do kjo do të ketë dobi edhe i vdekurit. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ne do t'i sprovojmë juve me frikë, me udhësi, edhe duke paksuar nga pasuria juaj, edhe duke t'ju marrë njerëzit që i doni, do t'ju vdesim, wa thamarat, edhe nga fritet, do t'ju paksojmë nga fritet, do të thonë do t'ja marrim bereqetin, wa bashir as-sabirin, ndërsa ti o Muhammed jepi përgëzoj ato të cilët bëjnë sabër. Alladhina, ato të cilët kur i godin ndonjë sprovim, thonë ne jemi tek Allahu, të ka i kthehemi. Ulaika alehim salawatu min rabbihim, ative bi ata është rahmeti i Allahut, i Zotit tyre. Ulaika humul muhtadun, edhe ata janë të udhëzuarit. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul, s'ka një rob e cili i bën një sprovim prej Allahut subhanahu wa taala edhe thot: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, te Allahu themi edhe te ka i kthehemi, Allahumma ajurni fi musibati, o Zot shpërblen mua për këtë sprovim që ma ke bë, wa khluf li khayran minha, edhe ma kompenzo këtë që ma ke hek mua me diçka më të mirë se kjo. Illa ajrahu Allah ta'ala min musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha, vetëm se Allah subhanahu wa taala ka më shpërbli për atë që i ka ndodhur atina, edhe kam ia zëvendësuar ata, kam ia kompenzuar me diçka më të mirë se sa që ata morën. Prandaj hadithi për Abdullah ibn Amr, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safiyihi min ahli al-ard. Allah nuk është i kënaqur që besimtarit të cilët ja ka marrë dashur të atij, qoftë fëmiu apo diçka tjetër të atij që ka dash, ja ka marrë min ahli al-ardi, prej banorëve të tokës, fa sabara wa ihtasab, kështu që ai ka durua edhe ka prit shpërblimin prej Allahut, bi thawabin dun al. Pastaj namazit xhenazës është ka dobi i vdekur i prej asaj. Ul muslim ala al muslim, haki muslimanit që ka prej muslimanit. Wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhi, është obligueshme për muslimanin, obligim për muslimanin që ka ndaj Allahut vet. Khamsun, janë 5 gjona, do të thotë muslimani ka 5 borxhe Allahut vet. Raddu salam, kur të jep selam ai t'i kthen Allahut vet. Wa iyadatu al marid, të dhan vizit smurin nëse smuhet. Wa ittiba'u al janaiz, të përcjell xhenazën. Wa ijabatu ad-da'wati, edhe nëse frataj t'ju përgjigjet. Wa tashmitu al-atis, edhe ku ta thon tesha, thot yarhamukallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi shumë namazit xhenazës të apo njerëzve, kështu që një herë ka qenë një grua e zezë e cila është kujdes për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pastruar. Edhe një ditë është humbën, edhe pejgamberi ka kërku, ka pasur ajo nuk po sjellën nga xhamia, edhe ka thënë ku është ajo? Ka thënë فقيل له إنها ماتت كفديك يا رسول الله فقال هلا كنتم آذنتموني تسمكن إلى امروة قالوا ماتت من الليل ودفنت يا رسول الله فديش ناطن أشتوشي بالراسم وكرهنا أن نوقظك نا كشمي نقدشمي كتي متجد جومن فرمار ضرني من الصاي قال فكأنهم صغروا أمرها كيف كان دو سكر شتكشن لغويس نكش تشتي ماضة قالت نماز الجناز أصاينا فقال دلوني على قبرها فدلوه pejgamberi thonë drejtojmë tek varri i saj, fa ata qabraha fa salla alaiha, ka tek varri i saj edhe ka fal namazin e xhenazës pasi që ai ishte varrosa. Thumma qal inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan, fa pastaj pejgamberi thonë këto varre janë të mbushura me errësirë ala ahliha, ato është mbushur me errësirë për ato të cilët janë të varra. Wa inna Allah azza wa jall, derisa Allah subhanahu wa taala munawwiha لهم بصلاة عليهم درس الله وفيه يمدرسان قرآن يقال نماز الجنازة. تسمى البخاري هذا مسلم هذا أبو داود. Kështu që sa më shumë të rritet numri i njerëzve të cilët ja falin namazin e xhenazës, është më e mirë për të vdekurin edhe për neve. Transmetohet për Ibn Abbas radhiyallahu anhu
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتكندجو pejgamberin duke thënë ما من رجل مسلم يموت فيقام على جنازته nuk është ndonjë musliman i cili vdes e pastaj çohen xhenazën e tij me fal 40 rajulan 40 burra la yushrikuna billahi shay'a nuk bojnë shirk Allah subhanahu wa taala illa shafa'ahum Allah fi vetëm se Allah tek Allah do ndërmjetësojnë atë namazin e tij që ka bërë do t'ia falë Allah atij akhrajahu Muslim transmeton Muslimi dhe Abu Dawudi edhe Ibn Majah wal Bayhaqi wa Ahmad وقال ايضا صلى الله عليه وسلم واشتو ka thënë pejgamberi ma min mayyitin tusalli alayhi ummatun min almuslimin s'ka ndonjë i cili vdes e që njerëzit ja fal një grup prej umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja falën atij min almuslimin yablughuna 100 se cilët e mrin numrin 100 domethënë janë 100 veta kulluhum yashfa'una lahu ke bojnë dua për ata të ndërmjetësojnë të kaj illa shufi'u fi vetëm se kanë me ndërmjetësu dhe të me duan atyre që ka e bojnë ati e transmeton Muslimi dhe Nesaiu edhe Tirmidhiu ndërsa në disa rivajete ghufira lahu vetëm se ju falet gjunahet atij personi ndërsa në disa rivajete 3 safe ku bëhen kjo tregon thot Imam Newaviu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për qëllim që patjetër të jenë ai numër do thotë çfarë do të jetë numri po kusht është që shtot naun al-ma'bud me një libër që duaja atyre personave nuk është patjetër me ka numri 40 apo 100 apo në disa rivajete ka 3 safa kjo ka thënë që nuk është patjetër me pas vetëm një numër sado që të jenë grupi muslimanëve që e falin namazin e xhenazës atij personi po për me kusht që duaja atyve të jetë sinqert ku të bajnë për atë edhe dyta që mos jetë mesin e atyve njëri i cili bën shirk Allahun subhanahu wa taala pranohet duaja atyve edhe bi'idhnillah kanë ndërmjetësuar tek Allahu për atë person që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë idha sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a kur t'ia falni namazin e xhenazës dikujt bëni duan e juve me sinqeritet për personin e transmeton Ibn Majah edhe Abu Dawudi hadith hasan të Sheikh Albani pastaj thot se nuk do të lihet pas shpina një çështje kur bin xhenazat të cilat i njohmin jetën aty se kanë qenë njerëz i gjuhnaçarë kanë bërë mëkata edhe thua se këtij s'po ja falim xhenazën jo thot Shawkani këtu është çështja se kjo është më së i nevojshme me fal xhenazën ja fal xhenazën dikush kjo është më së i nevojshme me bë dua dikush për ta për shkak se për njëri i cili ka qenë shumë i mirë në jetën e vet edhe nëse ka shkuar atje është i nevojshëm mi po jo thani personi i cili është vesh me gjunaha kjo është më i nevojshëm për atë edhe të shkruaj se ti ta falësh edhe shtirë se ti ta falësh namazin e xhenazës prandaj është mirë ti përgjigjesh edhe të bësh dua për atë që Allahu subhanahu wa taala fal për shkak se kjo është njëri më i nevojshëm që t'ia fal dikush xhenazën edhe të bën dua dikush për ta prandaj pasi që flitet për duan e xhenazës na përmendim ka Allah mënyra të ndryshme duat ndërsa njëna do ta përmendim këto që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina o Zot falina gjallëve tonë e zërdejkurve tonë ative që ka prezentojnë edhe ative që ka nuk prezentojnë nuk janë këto do të wa saghirina wa kabirina dvejgjërve tonë edhe të mëllajve tonë wa dhakarina wa unthana meshkujve tonë edhe femrave tona Allahumma man ahyaytahu minna fahiyya ala al-islam o Zot kanë ele prej neve të jeton leje të jeton në islam ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان كان بتمارش في برينيل بتفديسش فدس بسم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أزر مسنا تنغاش نفكيمي دوبينغا كيش كيمي با شبربليمي كي persone ولا تضلنا بعده هذا مسنا هم تفكتينا ده مثلا روغن nuk është e lejuar që duaja të bëhet me diçka tjetër vetëm se kjo që ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo është më e mira pastaj thotë Shawkani dihet në librat e fiqhut që ka shkruar për namazin e xhenazës dhe kështu është përdorur shpesh herë dua të cilat nuk i ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile dua të cilat nuk kanë origjinë hiç apo dua të cilat nuk janë saktë në transmetime prandaj nuk është mirë për ta pasi Albani kam frikë se ato persona të cilët e din duan e pejgamberit që i ka bën, pastaj marrin dua të tjera kënojnë jo çka i ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndoshta pëlqejnë me jetën se ne ka thënë Allahu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atë ndroni atë çka është më e mirë me diçka çka është më e thjeshtë. Në këtë ajo që ka bën pejgamberi është më e mirë. Ko. Suratul Baqara.
Pastaj do të kujdes se namazi gjenazë nuk i falet kafirat, edhe është haram në Kur'an edhe me ijma. Edhe munafika njëjt as nuk bëhet dua për ata, as kërkohet prej Allahut që Allahu t'ia falë ative gjunahet, nga se Allahu ka thënë wala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, o Muhammed mos ia fal asnjënit prej ative gjenazën nëse kur vdesin ata, wala taqum ala qabrih, as mos u ngrat të vorri atij, domethënë mos shko te vorri ti, innahum kafaru billahi wa rasulih, ata kanë mohua Allahun subhanahu wa taala dhe dërguarin e tij, wa matu wa hum fasiqun, edhe kanë vdekur kathira. Surat Tauba ayat 84. Këtë Imam Nawawi se namazi i gjenazës kafirit edhe duaja për ata është haram me Kur'an edhe me ijma. Nga Ali radiallahu anhu transmetohet sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikat. Kam dëgjuar që një person duke kërkuar falje për dy prindrit e tij ndërsa ato ishin mushrik. Fa qultu tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikat, apo kërkon falje për dy prindrit e to ndërsa ato janë mushrik. فقال أليس قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو مشرك. قال أنه كركو فعل إبراهيم فالبابنا تين دس بابا إتي إشت مشرك. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يفرمي دكتابين غبير صلى الله عليه وسلم فنزلت بريت آياتي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Nuk i takon pejgamberit as atyre të cilët kanë besuar që kërkojnë për mushrik falje, walau kanu uli qurba, edhe sikur të janë të afërmit e tyre, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, pasi që është bërë atyre qartë se ata janë banorë të xhamit, wa ma kana istighfaru Ibrahim, dhe sa kërkimi falje që bën ke Ibrahimi për babën e tij, li abi illa an maw'idatin, nuk ishte vetëm se premtim që ne kishte premtuar babës vet, wa'adaha iyyah, se ne kishte premtuar babës tij. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Pasi që u bë qartë Ibrahimit se baba i tij është dushman apo armik i Allahut subhanahu wa taala, u largu nga ai. Inna Ibrahima la awwahun halim, nëse Ibrahimi ishte i ndihshëm dhe i urtë. Ndërsa personi kur ka thënë se Ibrahimi ka kërku falje për babën e tij, ka pas përshërim ajetin Rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, se ne ka thonë Ibrahimi o Zot, falu mua edhe prindërit e me edhe besimtarët ditën e gjykimit. Pastaj, sikur që i ka prej këtij që i përmendëm dobi vdekuri, ka dobi edhe për atyre të cilët e pasojnë, ashtu që kur e përcjellin xhenazën, mund të bëjnë dua për atë personi kështu që kanë dobi, edhe gjallit, edhe i gjallit të cilët e përcjellin, edhe i vdekuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men shahida li janazatin min baytiha, kush prezanton me një xhenazë prej shtëpisë saj, xhenazë do të thotë, wa fi riwayat men ittaba janazata muslimin, me një rivajet kush e përcjell xhenazën e muslimanit imanan wa ihtisaban, me besim edhe me duke shpresu llogarin, duke shpresu se Allah do ta shpërblen për ata, hatta yusalla alaiha falahu qiratun, derisa të falet namazi xhenazës atij ka një qirat. ومن شهدها حتى تدفن، كوش vazhdon derisa varroset ka. وفي رواية الأخرى يفرغ منها فله قراطان من الأجر. Në transmetimin tjetër, kush vazhdon me ta derisa përfundon të deri në varrim ka 2 qirat. Qila ya Rasulullah wa ma al-qiratan? Tani o i dërguar i Allahut, çka është ajo qirat? Disa që po thuhet sa 2 qirat. Qala mithlu al-jabalayn al-azimayn, ka savape sukur 2 kodrat më dhoja. Ndërsa me një transmetim tjetër kullu qiratin mithlu Uhudin, ndërsa transmetimi tjetër sukur 2 kodrat, çdo kodër sukur kodra e Uhudit. أخرجه transmeton Bukhariu, Muslimi, Abu Dawudi, Nasawi dhe Tirmidhi. Personetëve të cilët tihen pas shpina është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur varros se ti kanë rrit në rrentat e varrit një kohë shkurt edhe bajke dua për të vdekurin. حديث تسنة اسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال كره فرست pejgamberi sa një lirit vdekur ndaltë të varri atij dhe thajka istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al, kërkoni falje për Allahun e juaj edhe kërkoni që Allah të çndrohet, do të thotë se për shkak se ai do të pyetet tash.
transmeton Abu Dawudi edhe Hakimu wal Bayhaqiu wa qala al-Hakim sahih al-isnad. Dërsa këtu kur flasim për duan, do të dihet se duaja bëhet zonjani për veten e vet, jo dua me zon, siç po shihet edhe nga vet hadithi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është ulë të bën dua me zon ndërsa të tjerë ta ndëgjojnë. Po ka thënë bani dua për vllahun e juve, i cili edhe kërkoni çaj përqendrohet, domethënë forcohet kur do të pyetet për melekva, për shkak se tash ai pyetet. Ndërsa ajo që ka bëhet sot me zon për Allahove nuk ka bazë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. فسيد عمرو بن مرة كان يستحبون إذا وضع الميت في قبر أن يقولوا كان باس جنراتة تفارة si tradikta e kanë dash këtë punë që kur ta vendosin të vdekurin varr kanë thonë Allahumma a'idhhu min ash-shaytan, azat ruja nga shejtani. Ka thonë Hasqalani është zinxhir i mirë. Edhe ai cili e mban të vdekurin varr thot bismillah wa ala sunnati rasulillah, në emër të Allahut, në sunnetin e të dërguarit të Allahut, ose au millati rasulillah, ose në fejen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. من حديث أشبر ابن عمير ترسلت أبو داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان. كيف سيتكون pjesës parë, ama pjesës dytë pasi që ai të varroset, pasi që të varroset, është mirë që të bëhet dua për atë, edhe të bëhet ziarat. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, on ju pa të ndalu juve prej vizitës varrave, fa zuruha, tashti vizitoni, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, për shkak se vizita e varrave ju përkujton ju ahiretin, wala tazidkum ziyaratuha khaira, edhe ziyareti i varrave ju shtam juve të mirat, faman arada an yazura falyazur, kush don që të viziton varrat, le të viziton, wala taqulu hajra, edhe mos thuni fjalë të kota. Këtë Sanani se kjo po ka për qëllim se nëse nuk shkonte nga hadithi shihet se një është për dy gjona bëhet vizita e varrit, e para është që ti ta vizitosh ata edhe të marrësh shembull prej asaj në të këshillohesh, edhe e dyta të bësh dua për kësaj. E nëse ti çdo dia nuk shkon me çdo dy qëllime, do të thotë vetëm se është nxjerr nga ajo që është vizita e varrit, do të thotë nuk e ke bërë në atë mënyrë që don Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mënyra gjatë vizitës varrave, se që shba doaja, ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka hyn varra, ka thonë assalamu alaikum ahla ad-diyari min al-mu'minin wal muslimin. Ka thonë selam, do të thotë këtu një shenjë se selami për vdekur është një ajë cukur për gjallë kur t'i japin. Min al-mu'minin wal muslimin, jo banorëve të këtyre shtëpive, selamu alaikum, do të thonë paqja e Allahut qoftë mbi ju banorët e këtyre shtëpive, prej muslimanëve që keni, wa inna inshallah bikum lahiqun, na me lena Allah do t'ju pasojmë juve, do dhim pas juve, antum lana afarton, jeni ato të cilë kalu para neve, wa nahnu lakum tabaun, ndërsa na jemi ato të cilë do t'ju ndjekim juve, as'alullah lana wa lakum al-afia, kërkojmë nga Allah që t'na fal neve edhe juve. Ndërsa transmetim tjetër, assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin, pasha Allahu qoftë prej banorëve këtyre shtëpia, prej muslimanëve, يرحم الله المستقدمين منا ببشرات الله أتت سلة كان قالوا برانيذا كان ذيك والمستأخرين هذا تسلة كان بيت باس وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إذا نام لنا الله إن شاء الله ذاتي فاسوي متى Pastaj duaja për të vdekurin, përgjithësi lejohet edhe ka dobi i vdekurit nga jetët të cilën Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ato të cilët erdhën pas atyve, Allah subhanahu wa ta'ala për besimtar, se ato të cilët erdhën pas muslimanëve të cilët kishin kaluar dhe kishin vdek edhe thanë rabbana ighfir lana, o Zot na fal neve, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, edhe vëllezërve tonë të cilët kaluan para neve me që ishin besimtar. Kjo është mirë, kjo tregon se ka dobi ai i cili ka kalu para neve, që të bëjmë na dua për ata, kanë dobi prej kësaj doa që na e bëjmë ata. Thotë Ibn Qayyim al-Jawziyja, dosta kjo shkaku që ata na kanë dobi për kësaj doa është
për shkak se ato ka qenë shkaktar që na përpasojmë këtë dinën e Allahu subhanahu wa taala, pasi që ato ka qenë shkaktar që na pendjekmi fejen e Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta kjo është shkak që ato kanë dobi prej duas tonë. Po ashtu thot Ibn Qayyim al-Jauziyja prej plotësimit kësaj feje që Allahu subhanahu wa taala ka plotësuar, ka urdhnuar edhe melekt në qiell që të bëjnë dua për besimtarët, edhe të kërkojnë falje prej Allahut që t'ia falë robëve të tij në tokë. Pastaj ka urdhnuar, kanë bërë dua edhe kanë kërkuar falje për besimtarët, edhe pejgamberët siç është Nuhi, edhe Ibrahimi, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej argumenteve të cilat tregojnë se pranohet duaja atij personit, Allahu subhanahu wa taala e mundson të vdekurit këtë dobi për duas të cilën ja bën Allahu ti musliman. Hadithet të cilën ka thënë pejgamberi, da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba. Duaja e personit të cilë musliman i cili e bën për Allahun e vet, i cili nuk është prezant, e bën fshehtar, wa inda ra'sihi malakul muwakkal, ka një melek i cili është te kryet e tij, i cili thot kullama da'a li akhihi bi khairin, se her ku të bën dua për Allahun e vet, i cili nuk është prezant, thot qala al malakul muwakkal, thot ki meleki i cili është përgjegjës për këtë dua, amin wala ka bimithl, o zot pranoj këtë dua, edhe këtij jeti ashtu siç po bën dua. Thot Imam Nawawi se duaja e cila bëhet për vdekurin i bën dobi të vdekurit, edhe mrrin sevapi i tij, sevapi i atij duas, ndërsa thot Rashid Ridha se kjo nuk ka delil për të çka ka thënë Imam Nawawi, mi po ati nuk i mrrin, mi po ati i mrrin, nëse duaja e tij pranohet, ajo i bën dobi asaj, ndërsa duaja që ka bëj, edhe çka që ka bëj, ati shkon sevap. Po nëse ju pranohet duaja, ajo i bën dobi të vdekurit, Allahu a'lam. Pastaj prej çështës që tregon Sheikhul Qasimi ka thënë prej hakit që ka Allahut është që ai me bë dua për Allahun e vet musliman. Kur është gjallë Allahu i tij musliman, po edhe kur është i vdekur. Dele thot Yusuf al-Aswahani, أين مثل أخي الصالح كوكا سكر الله مسلمان إذا وشم أهلك يقتسمون ميراثك familja jote nëse ke lanë pas shpinës pasi që ka vdek pasuri e ndajnë pasurinë që te ke lanë wa yatana'amuna bima khallafta edhe knaqen me ata që ke lanë ti pas atyre do të thotë shfrytëzojnë ato të mira të cilat ja ke lanë ti nga dunjalloku wa huwa munfaridun bi huznik ndërsa Allahu i musliman i cili merr pjesë as në trashëgimin tonë të cilën e ke lanë pas shpina, as të mira të cilat ti ke lanë pas shpina, e gjen atë se është nda edhe është i mërzitur për ti, muhtamun bima qaddamta, ka aty është për atë është rastishme se çka ke punu ti edhe me çka ke taku Allahun, wa ma sirta ilayhi edhe çka ke pru para vetes kur ta takosh Allahun. Yad'u laka fi zalamati al-layl, bën dua për ti natën e errët, wa anta tahta atbaqi ath-thara, ndërsa ti je në tokë. كذا دي صلاة قنطان الدعاء للأموات بمنزلة الهداية للأحياء دعاء فرزي كراش سكر هدية كرنا يعطني جالبة فصيح يترسمتين بري أبو الدرداء قد يقول إني قطان أبو الدرداء شكشوشية سيصيح كان نرسية دعاء استر الله بن دبات شكان باع كفن أبو الدرداء إني أنا لا أدعو ل70 من إخواني أنا بيدعو فرشتغض الله مسلمان في سجودي نسجد كتبين وسميهم بأسمائهم إن امري إمرة عتيبة وكان محمد ابن يوسف الأصفهاني يقول هذا أكرم محمد الأصفهاني أتشكاثان أنه قال هو ما فول ما تيفر فردوان سيشار بليل تقا ذاتم سيذب kjo të regon se si e kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, edhe tabi'int, edhe musliman, e kanë përcjell ta kohë pas kohë, edhe kanë lënë ka ndërsa nga ajo që ka e lënë njerëzit gjatë vizitave të vorrave apo të cilat nuk janë prej sunnetit, është e pak se nuk marrin shembull prej vdekurve.
nuk këshillohen nga vizita e vdekurve. Pastaj atje ku të bëhet vizita e varrejtës do të flitet diçka e cila e hidhron Allahun subhanahu wa taala. Kjo është prej kushteve vizitës varrejtëve. Pastaj mos harrohet që të bëhet të jepet selam të vdekurve për edhe të bëhet dua për ata për shkak se ata kanë dobi për asajna. Prej edukatës vizitës është që ai pari herë kur të niset ta bën jetën e tij sinqert, ta bën vizitën për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe që për ta kryer një sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj jetën e tij të ketë për qëllim që të jap selam të vdekurve, edhe prej të në qëllimin e tij të ketë që të bën dua për ata. Një për prej atyre për gjonave të cilat ndalohen të varret, të bëhet do një prerë, do një kurban prejt në varre, ndalohet ngritja e varrit mbi dhej më tepër se sa që e ka dhejun ajo, shkrimi mbi të, ndërtimi mbi të, ulja mbi atë, në falja namazit drejt asajna, apo në varra, ndërtimi i xhamiave në varra, marrë e varrit sikur fest, ku shkon bëjnë vizitë gjithë njerëzit, kjo ndalohet, ose ta bëjë si shenjë një varr, çka ta bëjë gjithmonë vizitat varr, ta bëjë sikur vend ku vizitohet taksit e awqati u asma'in. Apo ta bëjë në vende në kohë caktuara, sikur që ndodhet na në ditëve të Bajramit, për shembull, apo në ditëve të Hana apo Teta, vizita e varrit e dallojnë një ditë, edhe shkojnë për atë ditë me vizitu varrit. Kjo nuk ka bazë në Kur'an as në Sunnet. Apo ta marrësh për qëllim të marrësh një rrugë gjatë për me shku me bën vizitë vetëm se një varr. Kjo nuk ndalohet për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La tushaddu ar-rihal illa fi thalath masajid." Nuk niset në rrugë njeriu vetëm se në tre xhamia, në xhamin e pejgamberit, në Mesjidul Haram, në Kaaba, edhe në xhamin në Palestinë. Këto tre xhama mundet njeriu me marrë rrugë, me shku me vizitua. E më përvorra nuk lejohet. Kjo është po prej këtë asaj inshallah vazhdojna në dersën e ardhshëm se çka i bën më tepër. Do të thonë kena filluar pjesën e dytë se çka i bën dobi të vdekurit në pasi që të varroset. Edhe kalum pjesën e parë para se të varroset. Inshallah në dersën e ardhshëm e vazhdojmë pjesën tjetër. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.